Mirë, filloj më gjerësisht. Ndalemi në raportimet e para të drejt për drejta, me njërë me kolegun Sokol Dema, është arrestua në Francë. Biznesmeni Ermal Beqira i shpallu në kërkim nga ana e SPAK për dosjen në Akshi. Beqira ishte duke fluturuar në mënyrë ilegale me një avion civil me një central bërthamor ku forcat aerore franceze të vëna në alarm e detyruan atë të ulej në aeroport dhe më pas ju vunë prangat. Marim më shumë detaje me kolegun Sokol Dema edhe si pas informacionove që vinë nga policia, por edhe nga mediat franceze. Përshëndetje Sokol, çfarë ju gjetë gjatë kontrollit fizik që ju bë Ermal Beqirajt pas arrestimit të djeshëm? Po Nertil, përshëndetje, bëhet fjalë për një prej emrave më të përfolur pra të viteve të fundit, sa i përket aferës së Akshit, i cili është arritur pra që të arrestohet nga ana e autoriteteve franceze, por jo si pasojë e një kontrolli pra apo një bashkëpunimi me autoritetet tona, por ka qenë krejtësisht rastësi pra momentet kur është konstatuar nga ana e autoriteteve duke fluturuar, siç e thatë ju, mbi një termocentral pra në Francë. Ka patur një lëvizje të dyshimt të uljes së metrave të fluturimit që ka konstatuar atë dhe pasi është verifikuar, pra është zbuluar se kemi të bëjmë jo me një qytetar të thjesht, por me një qytetar të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare. Ai gjatë momenteve kur është kryer pra edhe kontrolli nga ana e autoriteteve franceze, janë gjetur disa sende të dyshimta të cilat mbeten për tu sqaruar edhe në vijim se për çfarë arsye ai i kishte. Ndër më kryesorët janë gjetur 3 aparatura pra GPS-i AirTag, të cilat janë të kompanisë Apple, të gjetura në trup. Mbetet e paqartë arsyeja se pse Beqiraj i kishte këto aparatura pra GPS të cilat e gjurmonin atë në mënyrë të plotë në distanca të largëta dhe kjo mbetet për të sqaruar në vijim qoftë nga vetë ai, qoftë nga hetimet që do të kryen nga ana e autoriteteve franceze, por qoftë edhe ata shqiptare për të parë se përse pra ai i mbante me vete. Pra jemi në kushtet kur po e gjurmonte dikush se ku po lëvizte apo donte tregonte vetë diçka në kuptimin se ku po qarkullonte dhe duhet të ndihej gjithsesi i sigurt.